për gjeneratat e reja të shqiptarëve të Kosovës, por edhe për ato të mëhershme, akoma vazhdon të jetë e pashpjegueshme, as sa është e mrekullueshme, aleanca dhe përkushtimi amerikanëve me shqiptarët e Kosovës. Për rreth 40 vjet, nga të 90-tat deri më sot, në politikën amerikane mes republikanëve e demokratëve, ka pasur plot dallime për shumë çka, përveç një politike, aleancën me Kosovën. Ishte dhjetori vitit 1992, kur presidenti amerikan George H.W. Bush e paralajmëroi Slobodan Miloševićin se po niste luftë apo po e përshkallëzove dhunën ndaj shqiptarëve në Kosovë, atëherë Amerika është e gatshme ta përdorë edhe forcën. Kjo është hera e parë që Amerika po e paralajmëronte një shtet tjetër me forcë ushtarake, por jo për veten, por për një popull tjetër, për shqiptarë. Ky paralajmërim do njihej si kërcënimi i kërshëndellave. Zhvillimet më pas do dëshmonin se kërcënimi i Bushit nuk ishte i zbrazët e as veç momental. Pas Bushit të vjetër do të ishte edhe Bill Clinton, një tjetër president amerikan, që do ta bombardonte Serbinë për shqiptarët. Today our armed forces joined our NATO allies in airstrikes against Serbian forces responsible for the brutality in Kosovo. Për historinë e Kosovës i paharrueshëm mbetet Clinton dhe ekipi amerikan me figura si Madeleine Albright, Richard Holbrooke, James Rubin e Wesley Clark. E pas tyre një tjetër George Bush, një George W. Bush si president amerikan do ta avulloste krijimin e shtetit të ri të Kosovës, duke thënë Tiranë, Enough's enough. Kosovo is independent. Zotri Shala, më 24 dhjetor 1992, presidenti i atëhershëm amerikan, George H.W. Bush, pra Bush i vjetër, siç njihet, mbas edhe befasin atë kohë, bën një kërcënim direkt për Slobodan Miloševićin, nëse ai ndërhyn ushtarakisht ose sulmon shqiptarët me forca ushtarake. Cili u kur konteksti i asaj deklarate edhe çfarë domethënë ka pas vetë deklarata e tillë në çat kohë. Deklarata ka qenë e paprecedent në historinë e re diplomatike të Amerikës, për arsye se për herë të parë, deri në vitet e fundit mund të them, ka ndodhur që në mënyrë bilaterale Shtetet e Bashkuara të Amerikës t'i kërcënojnë një shtetet e një lideri që nëse bën ndonjë veprim të caktuar ushtarak dhe luftarak në një territor, do të ketë pasoja dramatike për fatin e vetë dhe për fatin e shtetit që udhëheq. Pra ka qenë diçka e paprecedent, po flasim për përfundimin e luftës së për fillimin e luftës të Bosnjë-Hercegovinë, e cila sjell viktima të shumta në Bosnjë-Hercegovinë, ndërsa konteksti tjetër lidhet me zgjedhjet në Serbi për presidentin e Serbisë, ku ngarojnë presidenti Milošević dhe Milan Panić, që ishte një amerikan-serb, me një qasje pak më ndryshe. Ma liberale. Ma liberale. Dhe Panići provon disi të mobilizoj presidentin Rugova dhe lëvizjen pasore të shqiptarëve në Kosovë. I vyshin votat e shqiptarëve sepse llogaritet që me ato vota mund të fitoj. Madje ajo pa dërguar në Tiranë te Sali Berisha, që ishte kryeminist i Shqipërisë, Lubir Sharakiqin, që ishte këshilltari i tij, një akademik i shquar serb, duke i thënë që çmimi i Serbisë për Ibrahim Rugovën, nëse Panići bëhet presidenti i Serbisë, do të jetë që Kosova ta fitojë statusin e Republikës Kroate të Federatës së Re të Jugosllavisë. Është pa kontekst, jo me kthy autonominë. Jo për te autonomie, sepse llogaritet që do të bëhen ndryshime të mëdha. Shikoj, Panići ka ardhur pe Amerikës me një botkuptim krejt tjetër. Po edhe Rugova dhe Agande të gjithë tjerë kanë qenë një presion të jashtëzakonshëm amerikan deri ka fundin nëntorit që të marrin pjesë në zgjedhje. Megjithatë, vendimi kategorik ka qenë i president Rugova që nuk ia vlen të bëhet një koncesion i tillë për diçka që nuk dihet se si do të ecë. Por ky ambient që ka dëshuar procesin Rugova. Po. Po besoni jo me drejtë, se ka njoftë aktorët edhe. Absolutisht. Edhe nëse kish marrë pjesë në zgjedhje e kish dëmtuar vetë lëvizjen e largimit për institucioneve, do e bëni fare shpjegimi për botën që këto argument politik mos ka. Do të bënte një koncesion të madh pa një shpagim të madh, sepse nuk dihet çfarë do të ndodhë. Po nga ana tjetër, kjo periudhë e vjeshtës së vitit 92 shfrytëzohet nga Serbia për të përgatitur për luftën eventuale në Kosovë, nëse shqiptarët marrin pjesë në zgjedhje, edhe nëse Miloševići humb pushtetin. Prandaj dhe Kisha Ortodokse Serbe i largon nga Kosova shumë artefakte sakrale të veta, sepse llogaritet që mund të ndodhe më e keqja në Kosovë. Dhe në këtë ambient, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, administrata e presidentit Bush Plakut vendos që t'ia dërgojë një porosi kategorike dhe shumë të vrasht për ato rrethana Miloševićit, që do të kesh pasoja të pariparueshme nëse vendos të fillon luftën në Kosovë. Këtë kërcënim kërshëndellave kanë përgatit
Bill Montgomery dhe Bob Provig, ndërsa Lawrence Sigglesbury ka qenë ushtues detyre i sekretarit të shtetit, por Perina ka qenë chargé d'affaires në ambasadën amerike dhe aja ka dërgu kërstimin e Kërshëndellave. Ka qenë shokante për Miloševićin, mos më marr me mend. Natë 2 dhjetori fiton zgjedhjet, mendon që gjitha problemet i ka lënë brapa vetes, për një herë të vjen administrata amerikane dhe i thotë, shikoj, nëse bën diçka të tillë, do të kesh intervenim ushtarak të Amerikës në Serbi dhe në Kosovë. Diçka të tillë ka qenë pa precedent. Dhe tash mund të mendojmë edhe unë ti pse kjo ka shtyr administratën amerikane ta bëjë një veprim të tillë, sepse për ta, sipas bashkëbiseduesve të mi që i kam pas në Prishtinë, Shkup edhe në Beograd, ideja ka qenë që Kosova është interes strategjik i Amerikës, ndërsa Bosnia dhe Hercegovina është interes humanitar i Amerikës. Për Bosnën ndihma me parashuta, për Kosovën ndërhyrje ushtarake. Tash, në këtë kontekst mund të them që dhe Rangersat kanë ardhur në kuadër të misionit të Umpredepet në Maqedoni, Forca Speciale të Ushtrisë Amerikane, në Korikën e 98-shit, unë kam shkuar atje, jam takuar me te dhe ata kam pas një bashkëbisedim shumë gjatë, 2 orësh. Në tretën kanë ardhur Rangers në Maqedoni. Kinse për pronforin në Maqedoni, Umpredep ka qenë misioni, por ata më kanë thënë, ne nuk jemi për Maqedoni, ne jemi për Kosovë. Shikoj tash 93-shin, në një anë 92-shin e kem kërstimin e Kërshëndellave, 98-shin vinë Rangersat të Maqedoni. Dhe çka është më e rëndësishmja, ndodh ndryshimi i administratave. Vjen administrata Bill Clintoni, shkon administrata George W. Bushit. Dhe në Prishtinë ka pas dyshime, shqetësime në të vërtetë. Mos po ndron tash edhe kursi amerikan. Sepse megjithatë Clintoni ka qenë i brezit të ri, i cili ka menduar më shumë për ekonominë. Edhe kundër luftave demokratë më shumë. Eksakt. Edhe tash ishte një shqetësim te ne që mund të ndodhë diçka ndryshe. Në shkurt të vitit 93, presidenti Rugova takohet me Warren Christopherin, sekretarin e shtetit. Në shkurt, vetëm 2 muaj mas kërcënimit të Kërshëndellave, ai thot për ne vlen kërcënimi i Kërshëndellave. Edhe për demokrat. Nuk ka pas lajm më të mirë për lëvizjen pasore në Kosovë, se sa vendimi kategorik që vlen kjo edhe nëse ndodh më e keqja në Kosovë, ne jemi këtu për mi mbrojt. Dhe tek e fundit, kërcënimi i Kërshëndellave ka qenë dokumenti i cili është rikujtuar vazhdimisht administratës Clinton, edhe prej vet amerikanëve. Shikon, ne kemi një zotim ndaj Kosovës që duhet të përmbushim, sepse premtimi në Amerikë nuk jepet as lehtë për një veprim, ndërsa për ne është dhënë veprimi i skajshëm ultimativ, është dhënë në dhjetorin e vitit 92. Po kërcënimi i Kërshëndellave, rikonfirmimi i administratës Clinton e dha të shqiptarët e varësigurie se tash e kanë një partner të shndrueshëm në betejën e tyre për drejta. Po drejta, se ne po flasim kontekstin kur marrën konferencat një pasëshme pasore për ish Jugosllavinë, konferenca Hagës, konferenca Londrës, konferenca Gjenevës. Ne nuk kemi kurkun këto konferenca, duhet të thënë këtë hapur. Çështja e Kosovës marginalizohet. Llogaritet që është çështja e drejtave të pakisave në kuadër të Serbisë, Jugosllavisë dhe s'kem çka mirë me ju. Vetëm që mirë me janë amerikanët në periudhën më kritike. Vetëm që bëjnë kërcënime të tilla kategorik janë amerikanët. Vetëm janë që insistojnë që do të zgjidhet çështja e Kosovës dhe pas zgjidhjes çështës së Kosovës nuk do të ketë paqe në ish Jugosllavinë, hapësirat e Jugosllavisë. Prandaj edhe ka qenë normale që ne kem pas besimin më të madh te administrata njëre e presidentit Bush, pastaj presidentit Clinton. Do të ka qenë për cilë disponimin njëjtë të evropianët, a kanë afektuar pastaj edhe qëndrimin e shteteve të përgjithshme? Jo. Ata dhe mas Daytonit lirim do të ndodhë njohja e Jugosllavisë nga gjitha shtetet e Bashkimit Evropian. Vetëm Amerika nuk e ka njohur Jugosllavinë pas Daytonit. Mënyrë kategorike është thënë, pa e zgjidhur çështën e Kosovës, ne nuk njohim si shtet. Jo ka qenë edhe ata kanë imponuar të ashtëquatojnë murin e jashtëm sanksioneve. Do të kanë pas Kosovën si cak të veten, edhe menjëherë pas Daytonit ka ardhur ambasadori Hill, është takuar në Prishtinë me mua vetë sorojnë në Afrodita Saracinin, na ka thënë hapur që koha e Kosovës po vjen dhe që çështja e Kosovës do zgjidhet. Po më vonë ka marrë vesh edhe pe ambasadorit Holbrooke, edhe pe libra që janë botuar që dhe Dayton madje. Holbrooke ju ka thënë bashkëbiseduesve të vetë amerikan, miqve të vetë më të ngushtë, Kosova duhet bëhet shtet. Shkon 95-ën, nëntor 95-ët, Holbrooke ju thotë bashkëbiseduesve të vetë, Kosova duhet të bëhet shtet, nuk ke opsion tjetër për Kosovën. Blerëm, ka kanë kriju shqiptarët me Amerikën atë lloj raporti? Mendoj që sjellja jonë si lëvizje. Shiko, ata kanë ardhur janë takuar në Ballkan me lloj liderish. Po ta tregoj vetëm një epizod. James Beckeri në fund qershorit 91 takohet Beograd me gjithë liderët e Jugosllavisë, pastaj mas 2 ditë si sekretari i shtetit shkon në Tiranë për ta vizituar për herë të parë Shqipërinë, akoma komuniste. Në Shqipëri presin 300.000 vetë.
edhe egzaltohet. Shiko, pe një ambienti shumë të zymë, Beograd shkon në Tiranë e Që presin ka pas 300.000 storja vetë. sikur e Bushin 2007. 2007, me flamoj Amerikan 300.000 shqiptar duke thënë ne duam të jemi partner të Amerikës. And on behalf of President Bush and on behalf of the American people, I come today to say to you, freedom works. Në rastin e Kosovës mendoj që lëvizja paqësore me atë elegancën e vet, me largpamësinë e vet, i ka bërë Amerikan për veti, sepse ne jemi sjell ashtu siç kemi menduar. Dhe kjo e ka bërë për veti dhe tek e mbrama është pa interesi strategjik. Interesi strategjik lidhet edhe me disa tema të tjera, të cilat ne nuk i kemi ditë në atë kohë. Raporti ta zën Turqi-Greqi në kuadër të NATO paktit. Durgut Özali ka qenë presidenti i Turqisë. Lirim dhe ju ka thënë Amerikanëve, shikon në Bosnjë keni zënë të papërgatitur, nëse Kosovë shpërthen lufta. Edhe Kosova do të ketë viktima si në Bosnjë, ne do të intervenojmë pa e pyet kërkën. Amerikanët kanë ditë këtë sentimentin e shtetit turk në atë kohë për Kosovën. Pra janë lidhur shumë gjëra, po kryesora ne kemi ditë të sillim si duhet, i kemi bërë për vete amerikanët dhe amerikanët vazhdimisht kanë vizituar Kosovën me një logjik interesante. Lëvizja juaj është shumë me rëndësi, lëvizja pasore duhet vazhdoni kështu, po momentalisht ne nuk kemi të gatshëm t'ju pranojmë si shtet. Na kanë thënë prej fillimit në të vitet e para. Por ndërlidheshin gjërat. Ta zëm edhe hapja zyrës amerikane në Kosovë në prillin e vitit 96. Ajo kanë qenë ngjarje epokale. Na ka premtuar administrata amerikane që do të bëjë diçka të tillë, ja kanë marrë përqimin Miloševićit, dhe pse s'ka pas Miloševići çka të bëjë, se s'ka ka mund të bërë po të refuzoj dhe pastaj u hap zyra. Ajo zyrë është shumë për te një zyrë thjesht kulturoro-informative amerikane. Ajo zyrë u bë përfaqësi e shtetit amerikan në Kosovë në periudhën më të rëndë, në 96, 97, 98 e tutje. Prandaj Dhe vjen pas Bushit vjetër, Clintoni, demokrat, po. friga se mos ndrohet qasja, vazhdohet njëjtë. Po si jo, ne ta zëm në vitin 92 kemi qenë njëtar që presidenti Bush fitoi zgjedhjet, si shqiptar të Kosovës. Me të drejtë. 96-ën kundër kandidat i Bill Clintonit është Bob Dole. Alamet senatori, Miki Joni i madh, dhe ne gjithë rreshtohemi ka Bob Dole. Po s'kem kurfar pasojash. Do të si demokratët si republikanë janë sjell njësoj me ne, veshmas pastaj presidenti Clinton, i cili ka marrë për zemër. E rrallë politikën amerikane kjo. E rrallë sot e kësaj dite. Sot e kësaj dite ne shohim çfarë përplasje dy partitë të mëdha që vetëm për Kosovën ka pas unitet, edhe sot ka unitet, Senati e Kongres vetëm për Kosovën. Prandaj edhe ka qenë një situatë kresisht e re dhe pastaj vinë edhe vitet e luftës, vitet më të rënda të luftës ku roli amerikan do të jetë vendimtar që ne të shpëtojmë. Është interesant se fillimisht u siguru mbështetja amerikane për shkak të qasjes, lëvizjes paqësore. Tash ti shqiptarët e ndryshojnë strategjinë, pra futen në luftë. Amerikanët prap e mbështesin edhe luftën. Po. Po mendoj që ne kem pas kredit mëdha, veshmas të amerikanë, po të evropianët me lëvizjen tonë paqësore. Ne i dham shans paqes, ne i dham shans marrëveshjes politike për 8 vjet gati. Edhe u treguam mjaft të matur, të urtë, kujdesshëm, pragmatik. Nuk u shpagua dhe ishte domosdoshme që të bëhet diçka tjetër në mënyrë që represioni u rrit, provokimet u rritën, edhe më në fund ndodhen edhe ngjarjet e vitit 9-dhjetor 97, pastaj epopeja e Jasharëve, epopeja në vende të tjera, domethënë Dikoshan Qirez, edhe u pa që nuk mund të mbahet, ishte një paqe rrejshme. Dhe u pa që fatkeqësisht pa luftë nuk mund të arrijnë objektivat e Kosovës, e popullit shqiptar të Kosovës të çlirohet. Amerikanët e kuptuan këtë dhe ka pas dilema të mos mashtrohemi, do të thotë kur patar Bob Gelbar si profesor special për Ballkan, ai ka pas një akuzë goxha serioze që QK mund të klasifikohet si një forcë terroriste, mund të klasifikohet. Ndrejt brenda ditësh, sepse u pa shumë mirë se çka është e bardha dhe çka është e zeza në skenën politike dhe ushtarake të Kosovës. Dhe QK u tregu largpamse dora në zemrën ato vite. Menjëherë në strategjike, sepse ideja ka qenë shumë e qartë, nëse nuk përkrah Amerika për luftë, nuk kish ka luftonte. Edhe tesa që i bënte UÇK-ja Amerikës edhe shteteve tjera evropiane ishte shumë e qartë. Lufta na është imponuar. Ne nuk e zgjedhim luftën, nuk e duam luftën. Nga zgjedhja. Nga zgjedhja. Zgjedhja cila është? Zgjedhja është marrë forcat e NATO-s dhe të imponojnë paqen në Kosovë, edhe të krijohet një farë
periudhe afatmesme ku do të trajtohet statusi i Kosovës. Pra, nuk thoni që ne tash e kemi një institutën do të luftojmë Pra, me çdo ideja kusht. e partneritetit me Amerikan nga rrugoha u bardh krejtësisht edhe të UÇK. Edhe të UÇK-ja. Da, një mendësi, ne kemi pas një mendësi, kanë qenë dy anë të medalës, si thuhet, një anë pasore, një anë ushtarake, po ka qenë një botë kuptim që nuk mund të bësh diçka nëse je në armiqësi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ose anaseta që ty të vyn partneriteti me Amerikën me qëllim që të arrijen objektivat. Në ato ish ka pas edhe çmim pozitiv mund të them ky partneritet. Domethënë UÇK është zotu që nuk do të kontaktoj kurrë me Shtetet Islamike dhe të merr armatim për Shteteve Islamike. Është zotuar po ashtu që nuk do ta cenon integritetin territorial të Maqedonisë në atë kohë. Dhe që e gjithë lufta do të bëhet vetëm rreth Kosovës. Nuk do të ketë aksione jashtë Kosovës, sepse nëse do të veprojë jashtë Kosovës në Serbi, normalisht do të ketë karakter tjetër lufta. Pra, ishte një partneritet, u krijua raporti shumë i mirë që ndihmoi edhe shtetet shqiptar, duhet ta them hapur, në atë periudhë qeveria e Fatas Nada, shtetet shqiptar kanë ndihmuar këtë partneritet dhe janë mirë mbajtur raportet edhe në rrethanat kur shihej ashiqare që armatimin Kosovë për hyrje Shqipërisë. Nuk ishte kurrë sekrete ai për kërkend. Një shqyqare jam. Ndërsa ne e dim që Dani Versi ka qenë që më unë ka në Kosovë, shefi OSBE-s në Shqipëri, ai shkonte në veri të Shqipërisë, thotë që nuk po shoh që ka lëvizje të armatimit. Shikoj, ishte qëndrimi i qartë. Se madje ka pas ide, disa shtete evropiane i kanë thënë Amerikës dhe NATO-s, ne duhet ta vendosim një mision në kufirin midis Shqipërisë dhe Kosovës që të mos lejohet kontrabandimi i armëve. As ka mund ta bëj Amerika këtë punë? Edhe s'kishe pas, ishte ngulfat ushtia shqiptare e Kosovës dhe do të dështonte. Po nuk e ka bërë kur këtë, do të ka qenë partner të tonë jetik që të ndihmohet UÇK dhe të mos harroj edhe një detaj shumë interesant. Qysh në qershorin e vitit 98, në bisedat që kam pas edhe unë, po dhe të tjerët me ambasadorin Holbrooke dhe Hill, te ta kam vizituar ideja që pa UÇK nuk mund të bëhet as delegacioni i Kosovës për ta zgjidhur statusin e Kosovës dhe të arrihet armpushimi në Kosovë dhe paqja në Kosovë. Sepse nuk dija akoma se cilë do të jenë faktor në kuadrët e delegacionit të Kosovës. Ata në qershor të 98 më thonë, hapur në zyrën amerikane, vetë amerikan, nuk mund të bëhet kjo punë pa UÇK-n. Vetëm atëherë ishte intenca e tyre kush do ta përfaqësojë UÇK-n. Jo sa duhet UÇK-ja të jetë pjesë. Po, do të jetë UÇK-ja pjesë dhe pastaj ne e dim si rrjedhën zhvillimet, një robatem demarshi përfaqësues në Prishtinë, pastaj u bë detyria politike në kryemashin Thaçën dhe në fund u bë delegacioni. Tash bashkëpunimi prej 93-s deri në 98 kulmon edhe me çastin amerikane në Ramboje. Po, absolutisht. Ata kanë qenë lojtarët kryesorë, mos them të vetmit në Ramboje. Domethënë komunikimi jon ka qenë me ambasadorin Hill, me Jim O'Brien, me ekipin e tyre për gjitha çështjet dhe gjithmonë koncesionet janë nxjerrë përmes tyre. Derisa ka mridhur momenti që kemi përmendur më herët letrës zonës Albright, sekretarës së shtetit, e cila garanton që Kosova do të ketë drejtën për referendum pas 3 viteve. Por mbi të gjitha, domethënë kur vjen momenti kapitali vendimmarrjes për luftë, Bill Clinton i ka mbledh bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë dhe ju ka thënë, shikon, nuk di se si do të ndahemi në këtë luftë. Nuk di sepse ka shumë të panjohura sa përket forcës ushtarake të Serbisë dhe eventualisht ndihmës së Rusisë ndaj Serbisë. Por një gjë e di, kjo është luftë e drejtë. Dhe ja vlen të sakrifikoj edhe karrierën time që në fund populli shqiptar të shtirohet. Dhe ka qenë një mendim kapital i administratës së presidentit Clinton. Normalisht e ka pas generalin Clark që mezis ka prit si komandant i NATO-s që të ndërmerr këtë veprim, edhe ka pas Javier Solana, një diplomat spanjoll, karrierës i cili në aspektin e raporteve me Kosovën për imponimin e paqes në Ballkan dhe raportet e tij me Amerikën ka qenë shkëlqyeshëm, mund të them. Edhe Holbrooke gjithsesi, do të thotë ka qenë një elitë politike në Evropë dhe në Amerikë veçmas, pa të cilën mund të themi ne ditë natë fjalë të ndryshme, po pa të cilën nuk do të mbrihen kur që NATO të intervenon për hir të shpëtimit të popullit të Kosovës dhe pastaj të krijohet ambienti që Kosova të bëhet shtet i pavarur. A ka ndihmu mënyrën se si sjellet politikisht delegacioni shqiptar në Ramboje amerikan. Pra, keni pasur një raport të veçantë këtej, pra nuk janë qenë ata veç disa ndërmjetësues që Jo, ka qenë raport shumë i afërt. Si faktikisht kanë qenë biseda familjare, ka pas edhe tensione, ka pas nervoz, ka pas ngritje zërash, sepse bëj fjalë për fatin e një populli, po edhe ne amerikanët kemi ditë që nuk mbahet shteti i Kosovës në Ramboje. Është ditë, do të thotë që
po mund të instalohet procesi, po jo të bësh shteti i Kosovës të ramboje. Për ne ka qenë më rëndësi që të hapet dera për pavarësi dhe për ne ka qenë më rëndësi që të vjen NATO në Kosovë dhe për ne po ashtu ka qenë më rëndësi që e kem përmendur edhe një herë te ti që të mos zhbëhet UÇK-ja. Këto janë arrit fal amerikanëve. Amerikanët e ka luajtur rolin vendimtar në ramboje. A e keni ditë që marrëveshjet s'ka me pranu Milošević? Jo, duhet të themi hapë se ka pas interpretime në atë kohë, edhe më pas që kënë se ka qenë lojë bilaterale amerikano-kosovare, duke ditur që Milošević nuk do të pranojë dhe ne kemi pranuar një marrëveshje të keqe, nuk është fare vërtet kjo. Por është vërtet që Madeleine Albright në tavolinën e Rambojes, ju ka thënë dy kryesive të delegacioneve, neve na ka thënë, ju nuk e pranoni marrëveshjen, ne largohemi prej Kosovës, edhe nuk mirë më me ju, se s'po doni marrëveshje. Palo Serbia ka thënë, ju nuk e pranoni marrëveshjen, ne ju bombardojmë. Do të thotë kur që të panjor s'ka pas, nuk ka pas sekreti. Holbrooku ka shkuar siç e din ato ditët e pjesës 2 të marsit, edhe Holbrooku si më ka thënë më vonë, ka pas një bindje që Milošević në fund do të pranoj. Por jo, Milošević ka refuzuar të pranoj, po them nuk e kemi ditë na, nuk kemi bërë fare loje, sepse po them storia më pas me ka qenë, jo bre e keni bën një lojë, e keni ditë, edhe evropian na thonin, nuk është e vërtetë, sepse kanë qenë të sigurt amerikanë që megjithatë në fund Milošević do ta pranoj, por Milošević ka refuzuar me motive të ndryshme. Njëri prej motiveve që është interesant për ty është që NATO ka pas të vinë në Kosovë përmes Malit Zi. E jo përmes Shqipërisë e Maqedonisë. Edhe ai ka llogaritë se Mali Zi ka qenë pjesë e një shtetit përbashkët me Serbinë, ka thënë, këta kur hyjnë në Mal Zi, këta s'vinë Kosovë hiç, po shkojnë në Beograd, edhe vinë luftojnë me mua, do thotë. Ai ka qenë motivi i Miloševićit pse ka refuzuar paktin NATO, aleancën. Edhe pse ka ditë që Kosova është e humbur, me paqe, me lufte. A keni besuar që ndodh bombardime më të vërtetë? Po. Jo, gjitha bisedat që kemi pas, domethënë raportet më sinqerta që kemi pas me amerikanët. Edhe ne kemi vizituar Monsin, celin e paktit NATO, domethënë ku na ka prit generali Clark. Të gjithëve na ka pritur, domethënë mirë shumë njerëzore, dhe na ka thënë, do të vinë ditë shumë vështira për ju. Mos mendoni që s'do të keni viktima, do të ketë probleme, do të ketë gjithçka, do të ketë tragjedi, por ne do t'ju shirojmë. Në garancën e ka dhënë në Mons, para se të kthehemi ne në Kosovë, delegacioni, pjesa UÇK-s ka shkuar në Shqipëri, si zhdim, që kjo punë do të kryhet me shqyrtim të juaj. Do thotë, nuk ka pas kurfar dileme. Mendjen e kemi pas të pragmatike, shpirtin e kemi pas qetë. Gjithë ne në delegacionin e Kosovës, po vim, po kthehemi, sepse po e dim që Kosova dështirohet. Sa do të zgjat, nuk e ka ditë kurkush. Supozimet atëherë si shedin ka qenë që do të jetë çështje ditësh kjo punë. U pa që nuk është çështje ditësh, por fund nuk dul 7-8 ditë, por në fund çka doli? Doli që nuk ka pas lojë dy fish, por kundazi ka qenë qëndrimi kategorik i Amerikës, i cili është imponuar dhe paktit NATO që ky popull duhet të shpëtojë. Se ka pas Amerika një plan qartë, vret edhe me lëvizjet e tyre pas bombardimeve. Pra, u ndalu pastrimet ne, ku detyru tërheqja e ushtrisë serbe, u mësu kthimi i mirave, gati 1 milion 800.000-900.000 refugjatëve, po prapë Amerika vazhdoi strategjikisht, nuk tash me KFOR-in, pra veç është vazhdu. Po veç është vazhdu. Në Ramboje kanë qenë 25.000 trupa të supozuara të KFOR-it, pastaj u morën vendimi për 55.000 sepse operacioni nuk ishte më imponimit të paqes pa luftë, po imponimit të paqes rreth një lufte që ka ndodhur në Kosovë. Dhe normalisht ishin ushtarët amerikanë, ishte misioni i KFOR-it, po mbi të gjitha ishte besimi jon që amerikanët do shkojnë deri në fund të këtij procesi dhe Kosova do të bëhet shtet i pavarur. Nuk do të bëhet Kosova shtet i pavarur pa Amerikën. Them hapur, mirë, gjithë perëndimi u kthy marr në rastin e Kosovës. Ishte një lloj shpagimi, mos të harrojmë për me të vërtet dështimin e madh perëndimit në Bosnjë e Hercegovinë, ka qenë dështim epokal, 3 vjet lufte, Sarajevo është mbajtur e rrethuar, me mia fëmijë në vranë Sarajevo dhe në fund dihet çka ka ndodhur me Bosnjë e Hercegovinë. Në rastin tonë ndodhi një farë shpagimi. Ishim me fata në këtë aspekt. Po megjithatë ishte interesi strategjik, mos harrojmë kurrë të Amerikës që të investohet në Kosovë edhe te shqiptarët në Shqipëri, mos harrojmë, edhe aty ka pas një rol shumë të madh Amerika, dhe në fund doli që Amerika i mor me veti si një lokomotiv që i merr vagonat,
shtetet kryesore perëndimore që Kosova të bëhet edhe shtet i pavarur në vitin 2008. Pa një rol të tillë të George Bushit. Tash Clintoni i kreu mandate, 2 më shumë smur, edhe ekzistoi tash frika e njëjtë. Po si jo. Mos ndrohet tash çështja. Ka pas frikë sepse edhe në fushatën parazgjedhore, nisër si Clintoni para 8 vjetëve, Bush i ri thonte do të mirem me Amerikën. Do të mirem me temat e mia, nation building process is problem, domethënë procesi i krijimit të kombeve shtete është problem, nuk dojmë mu marrë si republikan me atë, madje Condoleezza Rice si sekretare e arshme, gjithsesi si këshilltare sigurisë kombëtare në fillim, ka thënë publikisht ne do të tërhiqemi nga Kosova, nga kufuri i Kosovës. Nëse fitojmë. Dhe tash ne ishim pak në panik dura në zemër, edhe ishim me frikë. Tash ne majshim shpresën që Al Gore do të bëhet president edhe me rrymen e njëjtë. Me rrymen e njëjtë. Po ndodhe kundërta, do të thotë kufuri mbet sepse Colin Powell ishte sekretari i shtetit, i tha hapur edhe Condoleezza Rice edhe George Bushit, bashkë kemi ardhur në Kosovë, bashkë do të tërhiqemi si NATO. Nuk mund të tërhiqemi vetëm ne si amerikan. Po çka është më e rëndësishme, presidenti Bush tregua, mund të them edhe më kategorik, se administratët e kaluara. Mund ta ndaj me ty një përvojë personale me James Rubinin, kur po ta takuan Shkup para një 2-3 viteve, tha blenim ta që bëhet George Bushi më pro-kosovar se ne, si demokrat nuk ka marrë mendja. A ju bë me të vërtet pro-kosovar kategorik në qëndrimet e tij, edhe mos ta harrojmë atë fjalinë e famshme në Tiranë që shohën në vitin 2007 kur tha enough Kosova is independent. Me atë punë kryti statusin e Kosovës. Kush ka menduar atëherë që ne nuk do të bëhemi shtet i pavarur? Problem përkundër procesit në Vjenë edhe vendosjes së kulturave të shtetësisë, mos me paqen këmbgulësia dhe konkretizimi amerikan, ndoshta edhe pavarësia kishte mund të shtyjë. Ose i shty për vitet tona, çka po di unë, edhe e kishin marrë, ishin kujdes, shiko, gjithmonë e kanë marrë. Amerikanët çdo administratë, si e Bushit plak, si e Clintonit, si e Bushit 3, kur e kanë marrë vendimin, se derisa të marrin mirët vendimi, ka proces të konsultimeve intensive, ka dilema, po kur të mirët vendimi një herë, atë shkohet deri në fund. Në rastin e Kosovës, bile Kosova ka shërbyer si pretekst sepse administrata e parë e presidentit Bush 3 ka pas probleme me Evropën shkaku i luftës në Irak. Kujtohet, ka qenë atmosferë goxha e ftoftë. Edhe ai ka ardhur në shkurt të vitit 2005, presidenti Bush në Bruxelles dhe i ka shërë disa tema dhe ka thënë shiko për temën e Kosovës besoj që jemi të njëjtit mendim. Ata kanë thënë, cili është propozimi juaj? Shteti i pavarur, kanë po. Një prej temave ku ka pa që mund të bashkëpunojnë Amerika dhe Evropa ka qenë statusi i Kosovës. Por pa amerikanët, pa ambasadorin Wisner duhet më përmend që ka qenë emisaar special i administratës së Bushit të riut, nuk do të mbrenim kurrë aty sepse ata kanë qenë vendimtar edhe në shtyrjen e proceseve të rëndësishme të cilat ne nuk i kemi ditë atëherë. Ta zonë emnimin e Ahtisarit për emisaar special. Mos kishin qenë amerikanët, deri diku anglezët do ta emnonin dikon tjetër, edhe kush di si do të sillej puna, sepse unë mendoj që një emision të veçantë e tij duhet ja kushtojë presidentit Ahtisari. Meritat e tij janë të jashtëzakonshme. Pashmungshme që Kosova është bërë shteti i pavarur. Ndërsa ne e përmendim tek këtu një rrugë në Kosovë, në një rrugë Prishtinë nuk e ka Amin Ahtisari, do thotë. Sepse ai ka kuptuar prej 99-s, mos ta harrojmë se 99-ën ai ka dërguar ultimatumet Miloševićit për intervenimin në ushtarak të NATO-s atëherë. Ahtisari edhe Çernomyrdini, se emesar, 2 emesar special. Çernomyrdini është kryeminist i Rusisë. Edhe tash mos kesh qenë edhe Ahtisari, pra ai ekip që është i krijuar nuk di si do të ecin proceset. Ne kemi pas lëvizje, lëkundje, rënje, ngritje si ekipi i unitetit, po gjithmonë e kemi pas fjalën e fundit amerikan. Një epizod që ndoshta ja vlen të përmendim kur Damfridi ka qenë asistent sekretari i shtetit amerikan, pas fjalës së Bushit në Tiranë, vjen në Prishtinë, korrekt 2007-s, ne kemi dilema çka të bëjmë, ata shpallin pavarësinë ajo edhe pse Bushi e tha qartë që mos keni merak se herët avon do të bëni shtet. Po Damfridi i thot ekipit unitetit, ne ta kemi intern, ta kemi faktikisht thuajse sekretot, apo doni me shpall nesër pavarësinë. Unë jam këtu. Mund ta bëni, por vetëm 3 shtete do t'ju njohin. Amerika, Turqia dhe Shqipëria. Ideja është që t'ju njohin shumë atë për shtete. Sa për ne, sa për Amerikë, shiko çfarë porosie deri. Korrekt të 2007, sa për ne nesër shpallni ne ju njohim si Amerikë. Po është ideja më njohur edhe Anglia, Gjermania, Austria, Italia, gjithë edhe shumë shtete tjera jashtë Evropës, apo është ideja që mund me 3 shtete? Ne thamë jo është ideja që më na njohët sa më shumë shtete. Pra shihet dhe ku ka shku zëtimi amerikan. E të mos flas edhe për raportet bilaterale. Çdo bisedë që kemi pas gjatë periudhës së Vienës me Wisnerin, me gjithë zyrtarët amerikanë, me Condoleezza Rice në Washington, gjithmonë është përmend raporti bilateral Kosova-Amerikë.
Kjo është pjesë që ka të bëjë me segmentin multilateral, statusi juaj, po raportet Kosovë-Amerikë shkojnë përtej marrëdhënieve që kanë të bëjnë me statusin e Kosovës. Pastaj edhe pas shpalljes pavarësisë, krejt fushata diplomatike për njohjen e Kosovës ka qenë koordinuar mbas edhe udhëheqjen Prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sepse edhe mos të harrojmë edhe një fakt. ata e kanë para planifikuar. Para planifikuar, po Amerika 2008-s ka qenë shumë më fuqishme në aspektin e soft power, si e thuat. Hegemonika që. Hegemonisë sa Amerika sot me tash duhet të hodhë kur i ka thirrë në telefon një ambasador amerikan në një shtet të pasurit, ka qenë ndryshe. Unilaterale o kombota. Unilaterale ka qenë do të thotë edhe normalisht ka qenë një koncesion amerikan, po ma bëni një të mirë, po e njëjti Kosovën na do t'ja bëjmë një të mirë. Pastaj, pra ka qenë një shtet shumë më i fuqishëm. Garant i plot. Me i plot. Ta zëmë dhe përfëmën në bankë botnore, sepse aksionit i kanë shumicën Amerikanë. Na kanë thënë prej fillimit ju do të bëheni shumë shpejt antar të IMF-it dhe Bankës Botnore, ashtu dhe ndodhi. Do të keni shumë shtete që do t'ju njohin, ashtu dhe ndodhi. We discussed the problems that Kosovo faces, its desire to be recognized by more nations around the world. I pledge that the United States would continue to work with those nations that have not recognized an independent Kosovo to convince them to do so as quickly as possible. Do të provojmë t'ju ushtim në organizatat ndërkombëtare, ashtu dhe ka ndodhur. Edhe normalisht perspektiva juaj është që të bëheni shtet antar i BE-s dhe në paktit episodin e NATO. rëndësishëm është edhe kontestimi i shtetësisë, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Ka qenë edhe aty ekip amerikan. Po si jo. Edhe në farë vazhdimësie tash edhe me Obamën, no? Po si jo. Si jo, ta shikoni ekspertiza në të drejtën ndërkombëtare, me gjithë respektin që mund ta kem njëri për tjetrin apo për ekspertët kosovar, është këtë diçka tjetër. Është një shkollë. Ka qenë e përgatitur prej tyre. Do thotë edhe ata kanë fituar London, mos ta harrojmë, ka qenë kapitale se ne fituam edhe London juridike ndaj Serbisë. Ne fituam luftën me Serbinë për shkak të NATO. Ka qenë shumë e rëndësishme gjë në dhe se përdor për njohje. Po në aspektin politik, aspektin ekonomik, gjithë fituam, po na vynte edhe fituaria në GND. Mos ishte kjo, mos ishte kontestu pavarësia në GND. Për të thënë subjektivitetin shumë. Si jo, edhe na silltas, rënonte subjektivitetin. Domethënë ne fituam, po them një ekspertizë të jashtëzakonshme që e kanë pas amerikanët edhe anglezët gjithsesi për ne. Po kanë qenë përfshim në proces tamam. Prej fillimit deri në fund edhe po sa që vesh mbështetje kështu prej jashtë. Jo, na kanë ndihmuar po them në mënyrë kapitale. Gati që dëshmë është dhe pa precedent. Po është e çuditshme, nganjëherë jemi mund të them si brez, po them brezi jon, nganjëherë mund të sillim të thosë jemi në ëndër, sepse na kanë ndodhur gjëra që nuk ndodhin asnjë populli. Shikoj, kjo është një mrekulli që na ka ndodhur, po them me meritën, me një sakrificë të jashtëzakonshme të popullit. Po diskutojmë, po ka popull që bën sakrificën, po se marrin mbështetje. Kurdët kanë pas zotimin amerikan që do të bëhen shtet, dhe ata kanë qenë forca toksore në luftë kundër ISIS-it. Forca toksore Amerikës. Ku janë sot kurdët? Ne domethënë kemi përfituar gjitha dhe në këtë aspekt po them nganjëherë më duket që është ëndër. Po bën 40 vjet mbështetje e pakursyme e vazhdueshme. Prej që ka filluar në Kongres, Senatit, vitet 80, ato 85-6 tash po zbulohet që kanë filluar ato embrionet e para të përkallën ndaj nesh, po ne vazhdimisht jemi sjellë mirë, jemi sjellë si duhet dhe po them falënderues që sjellë mirë, edhe në fundit na ka dalë mirë, shikoj kur del mirë një proces. Nuk ja vlen të mirësh me ndonjë edhe gabim që ke bën dashta në të kaluarën, edhe në periudhën e lëvizjes pasore, dhe periudhën e luftës së rezistencës. Po totali vlen. Epilogu vlen, epilogu ka qenë i mrekullueshëm, edhe në 99-ën edhe 2008-ën.